Ftoj në podium Eri Shehaj, kryetari i Degës Gjirokastër. E mirëpresim. Mirëmbrëma. Ku janë gjirokastritët mo? Të dashur motra dhe vlezër, demokratë të Gjirokastrës, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, i nderuar drejtuesi politik i qarkut, zoti Dritan Shehu, të nderuar kandidat për deputet, të nderuar aleat të partisë dhe pjesëtar të aleancës për Shqipërinë Madhështore, të pranishëm të nderuar, më lejoni të hap të fjalë përshëndetse me një falënderim të përzemërt për të gjithë ju. Sot në këtë atmosferë të jashtëzakonshme po përcjelli mesazhin e fuqishëm të fitores së Partisë Demokratike në çdo cep të qarkut Gjirokastër. Një fitore që nuk është vetëm dëshirë, por një domosdoshmëri për vendin tonë, për të ardhmen e fëmijëve tanë, një fitore që do vi më 11 maj. Sot Gjirokastra dhe gjithë qarku ynë përballen me një situatë dramatike. Qarku ynë është një ndër më të shpopulluarit në Shqipëri. Të rinjt po largohen çdo ditë për mungesë mundësish, për mungesë shprese. Ekonomia lokale po rënohet, fshatrat tona po boshatisen, arsimi po shembet, numri i nxënësve në shkolla bie ndjeshëm dhe më shumë ritëm, zonat rurale së shpeti nuk do të kenë më asërbim asimor. Shëndetësia është në gjendje alarmante, pa mjek të specializuar, pa pajisje, qytetarët detyrohen të marrin rrugën drejt Tiranës për të marrë ndihmën më minimale. Fermerët, blegtorët, shtylla e ekonomisë sonë janë lënë në mëshirë të fatit. Subvencionet shpërndahen me kritere partijake, inputet bujqësore janë të papërballueshme dhe këtë vit janë lënë pa naftë. Pensionistët tallen me ndihma simbolike, ndërsa turizmi që dikur premtonte është paksuar më shumë se gjysma sot. Por kjo errësirë po shkon drejt fundit. Partia Demokratike vjen me program të qartë, realist dhe të drejtë, takse sheshtë dhe politikë fiskale që nxisin investimet, rritje të pagave dhe pensioneve, subvencione reale dhe mbështetje për bujqësinë dhe blegtorinë, paket fiskale për të rinjt dhe mbështetje për turizmin e qëndrueshëm. Detyra jonë është e qartë, të trokasim në çdo derë, të flasim në çdo qytetar, me apo pa parti, dhe të ndajmë me ta programin e Shqipërisë Madhështore. Ne kemi një lider të sprovuar, një burr që nuk është përkulur kurrë para padrejtësisë, profesor Dr. Sali Berisha. Përballë kemi një qeveri të korruptuar, të paaftë, retorika e së cilës është e dhunshme, përçmuese, përçarse. Ata nuk afrojnë zgjidhje, vetëm frikë, arrogancë, përçarje, por qytetarët e Gjirokastrës nuk friksohen. Ata kanë vendosur, jo dhe jo. Sot burrat dhe gratë e këtij qarku, prindrit, mësuesit, mjekët, punonjësit, biznesmenët, të rinjt, janë gati të marrin fatin në dorë dhe të japin fund kësaj keqeverisje. Më 11 maj duke votuar numri 1, Partinë Demokratike. Dhe një thirrje në fund të gjithë bashkëdhetarëve tanë në emigracion. Është koha të ktheheni në mbështetje. Mendoni kalvarin e këtyre viteve dhe jepini Shqipërisë një mundësi të re. Jepini Shqipërinë Madhështore besimin tuaj. Na prift e mbara, është radha jonë. Ju faleminderit që jeni gjithmonë aty, në çdo fushat, në çdo protest, në çdo betejë për liri, për drejtësi, për një Shqipëri më të mirë. Fitore, fitore, fitore!